Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit, uroj të jeni mirë. Do bëjmë një mesazh për ju dhe të zgjedhim ja kështu mesazhin e juaj. Tre të shkopive. Tre të shkopive është goxha një letër bukur. Tre të shkopive do të thotë shikoni nga një errësirë duke dalë në dritë. Nuk do të thotë që jeni në errësirë apo jetojmë, por që ndoshta për një arsye, një qëllim, një gjë që nuk ju ka ecur apo ka ecur pak si zvarritur, e të hequr zvarr, të them ashtu, mund të jetë ajo dhe duke ecur apo duke ecur para dhe duke dalë në dritë, në kuptimin e asaj që po shihet ajo drita në fund të tunelit. Por kjo do të thotë gjithatë punë, është lloj manifestimi e fara që keni mbjell do t'i korrni së shpejti, nga që jeni duke dalë në dritën e diellit, në dritën e ditës, në çfarë do lloj drite, do të thotë në shpresë dhe duke ecur drejt progresit të dashur. Por çfarëdo që jeni munduar deri tani, kjo është më rëndësi, jeni duke e lënë pas vetës dhe gjithë mundi do shpërblehet, të dashur deshër.